Dhe ja ku jemi me ndeshjen e dytë të mbrëmjes së katërt, ku po takohen Bon Gaming restorant Arlindi. Restorant Arlindi janë me të veshura të katërta, kurse skuadra Bon Gaming janë me të veshura të zeza, pra me të veshura të mbyllta. Dhe ja formacioni i skuadrës Bon Gaming. Në poshtë Adem Hoxha, pastaj Edis Berisha, Bisar Mazreku, Erlin Buçaj dhe Ermal Krasniqi. Dhe ja pikrisht të skuadrës Bon Gaming tentuan të shënojnë, kemi ndërhyrje të parregull. Në anën tjetër, restorani Arlindi ka këtë formacion në poshtë Bylbyl Gashi, nëmër 4 Andi Mulla Abazi, 5 Afrim Rama, 7 Besart Zhuniqi, nëmër 9 Arbi Hamza, 10 Ermal Zeqiri, 17 Eduard Dërguti dhe numër 23 Leonis Rama. Gjyqtar të takimit Avni Ibrahimi dhe Driton Kallava. Ndeshja e parë ishte vërtet ndeshje spektakolare. Patëm rast të shohim 7 gole, por një ndeshje shumë e fortë, e cila në fund u përmbyll me fitore të skuadrës ëmbëltore Adi. E të shohim tani se çfarë do na sjell ndeshja e dytë, tentimi aty futbollistëve të skuadrës restorant Arlindi tentojnë të shënojnë. Ky ishte Ermal Zeqiri, në pak nuk ka arritur të poshtë portierin e skuadrës Bon Gaming. Ja, përsëri aty skuadra shënon gol ekipi i restorantit Arlindit. Aty më duket se është futbollisti Leonis Rama që ka realizuar. Blokohet shifra 0-1. Ja, edhe një herë ndërhyn aty Rama. Erlin Buçaj, kemi ndërhyrje të parregullt ndaj Buçajt. Gjithsesi do ta kërkojnë golin e barazimit lojtarët e skuadrës Bon Gaming. Ja mundësia për çfarë pritje suksesshme në çfarë mënyre aty u mundua të shënonte Ermal Krasniqi, por pas sukses vazhdon presioni e ekipit Bon Gaming. Ishte Edis Berisha që u mundua të realizonte, dhe ja tani një top aty i pasakt në drejtim të Leonis Ramës. Vazhdon kërkimi i golit të barazimit, dueli dy futbollistëve. Kemi ndërhyrje të parregullt të Ermal Zeqirit ndaj futbollistit Bisar Mazreku, goditje e lirë. Tentim nga distanca aty për të rrezikuar, larguar topin portieri Bon Gaming Bylbyl Gashi. Rivënje ansore për skuadrën Bon Gaming. Ja, një tentim aty nga distanca nga futbollisti Erlin Buçaj, i cili pak më herët e kërkoi golin nga kjo distancë që priti portieri Bylbyl Gashi. Tani rivënje ansore për ekipin. Ja, mundësia për golin e dytë. Ishin 3-2 forcat, ka mundur ky aksion të përfundoj me golin e dytë të skuadrës restorant Arlindi. Nuk është në kryer rivënia si duhet, prandaj topi takon ekipit restorant Arlindi. Ja, është Rama,
Ja, mundësia për të goditur nga Bojar Zhunici godet, por nuk jo në mënyrën më të mirë të mos kemi rëvënje tjetër ansore për skuadrën Arlindi. Aty pranë topit është Afrim Rama. Shkon topi, ndalet nga Buçaj. Korner përfiton skuadra e restorant Arlindi. Dhe ja tentimi aty i Zhunicit për pak nuk arriti cakun për të shënuar. E tani këto me ka rëmbyer aty futbollisti Berisha. Tentim me kokë aty për të shënuar nga Ermal Zeqiri. Dhe ja mundësia për golin e barazimit aty, gjuajtje ballore ka qenë kjo nga futbollisti Ermal Krasniqi, cili nxiton ta kryej këtë rivënje ansore. Ja Berisha nga kraj majtë, ka kërë mësi të gjuajnë e portë, ishte pozita të vështirë për të rrezikuar. Ka dalë topi jashtë dijes. Ja, mundësia për golin e dy, a do të kemi gol të shënuar, po realizon përsëri Leonis Rama, golin e tij të dytë. Personal 0-2. Dy gola të shënuar të skuadrës restorant Arlindi. Pjekjet e vazhdueshme të skuadrës Bon Gaming që të shënoj së paku golin e parë njerë. Ja, vazhdon aty Buçaj, gjuan dhe shtylla tani ja mohon golin e Ermal Krasniqit. Por si duket ka luajtur dikush në fundin nga lojtarët e skuadrës restorant Arlindi dhe kemi korner për ekipin Bon Gaming. Tani kjo gjitje ja edhe një herë Leonis Rama, Leonisi dhe çfarë mundësi aty tjetër ideale për të shënuar golin e tretë skuadra restorant Arlindi. Ishte në situatë të 100% Besar Zhunici. Metet rezultati 0-2, një kapital prej 2 golash për skuadrën restorant Arlindi. Gjithë nga kjo aksion Adem Hoxha merr topin dhe me njerë aty pason për bashkëtarët e tij. Jo, në këtë mirë, jo. Kemi me Selemenis luajësit e herë, se për në ankohen shumë. Ma mirë thë luaj se nis. Vazhdon në kërkimi golin nga ana e skuadrës Bon Gaming, për pas sukses ka ndërhyrë Andi Mullabazi me këtë goditje nga krahu i djathtë, nuk tregohet i saktë sa duhet. Mbetet 0-2 rezultati. Ja, Ermal Krasniqi do mundësia për Buçajn. Disa herë tentojnë nga distanca, por nuk po ka edhe fat se radha ishte i pasaktë në 2 raste tjera, ishte ndërhyrja e portierit Bylbül Gashi që ja nuk lejoj të mposhtet. Mullabazi kemi ndërhyrje të palijueshme, kështu thot gjyqtari Driton Kallaba. Kemi goditje të lirë, Ermal Krasniqi, të shohim a do të kemi gol të realizuar. Gjuan aty, por pa sinjalizuar Driton Krasniqi, kështu që duhet të pres vërshëllimin e gjyqtarit. Një tentativë nga skuadra Bon Gaming, se radhe tani Ermal Krasniqi. Blokohet topi në të shuajtën barikatë të gjallë. Ja ka rëmbyer topin, mundësia tani për Zhunicin, a do të kemi gol? Po, realizon Besar Zhunici, 0-3. 3 gola të shënuar. Kërësisht merituar kjo përsi, sepse më mençur për luan pod ekipi restorant Arlindi. Ja, Mullabazi nuk arrin ta mbaj topin në fush. Kemi rivënje ansore për skuadrën Bon Gaming. Ja aty Buçaj me këtë goditje, në fakt ishte Bisar Mazreku. As tani nga kjo gjuajtje
Buçajt nuk ka gol të shënuar. Nisën dhe njëherë në një rast tjetër futbollist të skuadrës Restorant Arlindi. Kemi rivënje anësore. Zeqiri, Mulla Abazi. Ja, të me mirë aty për... Marë Zeqiri mirë për në momentin e fundit ndërhynë Abdem Hoxha dhe shpëton portën e tij. Zeqiri, Mulla Abazi. Ka ndërhyrje të parregullt, tani do të qortohet futbollisti i skuadrës Bon Gaming Herolind Buçaj, që të mos ndodh herën tjetër sepse mund përjashtohet me 2 minuta. Tani Leonis Rama, realizatori 2 golave, ky topi shpejt. Ja dhe një herë aty ndërhyn Leonis Rama dhe mundësia për golin e 4. Çfarë rasti i mirë aty shpërdoron Arbi Hamza, mundësi tjetër ideale për të shënuar. Mbetet 0-3, e fare lehtë ka mundur të jetë tani 4-0 në të mirë të ekipit Arlindi. Një top i gjatë në të Buçajt, kemi rëvëndja anësore. Në ja goditja e Zeqire që blokohet. Mulla Abazi, topi i pasak në drejtim të Leonis Ramës. Shkon ky pasim. Ja mundësia tani për Leonis Ramën për të shënuar edhe hat-trickun e tij. Dhe realizon golin e 3 personal, të 4-tin për skuadrën Restorant Arlindi. 0-4 në pjesë e parë me shumë gola. Në anën tjetër skuadra Bon Gaming asesi të realizoj golin e parë. Ja Krasniqi, të Buçaj, edhe një Krasniqi. Nuk shkon topi aty në drejtim të Mazrekut. E këtu nuk ka më kohë, pasi përfundon pjesa e parë. 0-4 në të mirë të Restorant Arlindi. Jemi në pjesën e dytë të ndeshjes së dytë të mbrëmjes së 4 të turneut tradicional dëshmorët dhe martirët e Fortesës, ku po takuan Bon Gaming dhe Restorant Arlindi pas 12 minutave të para. Rezultati 0-4, një e përsi e theksuar dhe e merituar e skuadrës Restorant Arlindi, të cilët kanë luajtur shumë më mirë. Dhe ja, mundësia ishte që në fillim tani nga ana Bon Gaming të shënoj golin, mirë po si duke tani do t'jenë më kërkues. Ja në anën tjetër në depërtim i Ermal Krasniqit, por topi ishte shumë i shpejt. Rama nuk arrin të Leonis Rama nuk arrin të mbaj këtë top. Ja bojnë futbollistët e skuadrës. Aty e hum këtë duel Ermal Zeqiri. Një tim nga distanca nga Ermali, i cili është më kërkues drejt shënimit të golit të parë. Do ta realizojnë kryetarët e ekipit Bon Gaming mbetet të shihet. Edhe ja vjen goli i realizuar nga Edis Berisha. 1-4. Shumë shpejt në pjesën e dytë realizojnë dhe kjo mund të jap shpresë dhe besim futbollistëve të Bon Gaming të vazhdojnë me sukses në kërkim të golave të tjerë. Një vënjë anësore për Bon Gaming, që e ka nisur shumë më mirë pjesën e dytë, por a do të jenë në gjendje të vazhdojnë me këtë ritëm, mbetet të shihet. Gabojnë aty lojtarët Bon Gaming dhe për pak sa nuk e shfryzoi këtë Leonis Rama. Të shënuar golin e tij të 4 personal. Korner, topi është devijuar. Ndërhyrja aty e Edis Berishës, rivënjë anësore, Mulla Abazi, Leonis Rama. A qëtar të këshirëm? Hajde. Një tube live po. Dhe tani, shikos nderuar, ju bëjmë dije se nga ky moment, për shkaqe teknike, nuk kemi mundur më herët të inkuadrohemi, jemi drejt për drejt. Kërkojmë falje për
këto gabime teknike të shpresojmë që do të na ndodhin në të ardhmen. E tani një përshëndetje për gjithë ju që patët durim të prisni dhe ju bëjmë dije se ndeshja midis Bon Gaming dhe Restorant Arlindit në pjesën e parë ka përfunduar me rezultat 0-4, por në pjesën e dytë lojtarët e skuadrës Bon Gaming arritën të realizojnë dhe tani është 1-4 dhe ja në kërkim të golit të dytë skuadra Bon Gaming Ermal Krasniqi. Një përshëndetje veçantë për të gjithë bashkëdhetarët që janë jashtë fortesës e që me ngulme kërkojnë dhe shikojnë këtë program prandaj në YouTube në portalin 029 Sport do t'i shikoni ndeshjet. Probleme teknike ndodhin. Shpresojmë në vazhdim të mos ndodhin dhe të kënaqemi me lojra të bukura. Ndeshja e parë ishte ajo midis ekipit Betejë Qendresës dhe Ëmbëltor Adi, një super ndeshje e cila përfundoi me fitore të skuadrës Ëmbëltor Adi me rezultat 4-3. Kjo është ndeshja e dytë e mbrëmjes së sonme. Bon Gaming Restorant Arlindi, pastaj takohen KF Zërza FC Shoqënia, më pas dëshmori Habib Gashi, Hamës Taçi, ndeshja e parafundit është KF Profi, Dina H Group dhe ndeshja përmbyllëse FC Gjakova, Agjasar. E kur jemi të shikues, gjithsesi kemi shikues të shumë që vini për sjelljen e të rregull njëri ndër ta është që pranë Gashin nga Nagasi, i cili është i pranishëm dhe ja vjen aty goli i dytë i skuadrës Bon Gaming, i realizuar nga Ermal Krasniqi. 2-4, ky gol e bën ndeshjen edhe më interesante në vazhdim. Në minutën e 5 skuadra Bon Gaming me 2 golësh, mirë, po ja gabimet e aty nuk shfrytëzohet kjo nga Eduard Dërguti. Ja, një tentim aty nga Besar Zhuniqi, por pa sukses, bllokohet goditja e tij. Berisha, farë gabimi aty, mirë po arrin të marrin këtë top futbolist të skuadrës Bon Gaming. Ja, përsëri topi në këmbët e futbolistëve të skuadrës Restorant Arlindi, nuk shkon ky pasim. Shumë mirë luajti Restorant Arlindi në pjesën e parë, e tani më mirë po luan skuadra Bon Gaming. Me konje, a ka vana? Një tentim nga distanca aty nga Bisar Mazreku. Buçaj, gabim aty Buçajt, dhe po atë e përmirëson bashkëlojtari i tij Bylbyl Hoxha dhe tani aty kemi penalti për skuadrën Restorant Arlindi, apo do të kemi ndërhyrje të parregull, të shohim. Jo penalti, por ditje e lirë, kërja përshtypja sikur u finalizua 7 metrësh. Shumë aty, cili prej futbolistëve do të gjuaj, është Zhuniqi. Tenton Zhuniqi, por pas suksesit i topi ndalen nga Ermal Krasniqi dhe ja mundësia kundër sulmit. Gjuajtja atje frishme dhe topi kthyer. Ermal Krasniqi nuk arrin, tentoi fillimisht Bisar Mazreku. E pastaj Ermal Krasniqi shumë më mirë po luan skuadra Bon Gaming në pjesën e dytë. Asgjë nuk ka përfunduar këtu, pavarësisht rezultatit 2-4. Ja, Buçaj. Kaloj me dorë aty. Pasimi Zhuniqit nuk është i saktë në drejtim të Zeqirit. Don Zeqiri presion aty. Nuk arrin të përfitojë këto. Del jashtë dijes fundore, i takon ekipit Bon Gaming dhe aty është Bisar Mazreku. Ja, Buçaj me këtë gjuajtje zhakas, nuk arrin të rrezikojë më seriozisht portën e portierit Bylbyl Gashi. Zeqiri. Kemi ndërhyrje të parregullt në fazën e sulmit. Aty tërhiqet vërejtja, por jo, do të ketë 2 minuta për jashtim.
Ermal Zeqiri largohet dhe tani mundësia për skuadrën Bon Gaming të realizoj golin e tretë. Pasi e ka përsi numerike në fushë, të shohim. A do të shfrytëzojnë të Berisha. Nuk arrin këtë top ta mbajnë brenda vijeve akuzuese Mazreku. Kemi Revonjan Sore, Zhunici pranë topit. E aty pasimi Afrim Ramës, nuk ishte i saktë në drejtim të Leonis Ramës, Revonjan Sore. Ja Hoxha. Dhe një tentim nga distanca aty nga Buçaj. Asgjë insiston ekipi Bon Gaming në kërkim të golit të tretë. Minutat po ecin. Jemi në minutën e 9. Kemi gol dhe vjen goli i tretë nga skuadra Bon Gaming. 3 gola të shënuar në pjesën e dytë është Visar Mazreku që realizon 3-4 rezultat tani rikthehet dhe kompletohet ekipi i skuadrës në Sarand Arlindi. Dhe ja dhe një mundësi tjetër Krasniqi. Kemi Revonjan Sore, nuk arrin ta mbajë topin Ermali në vijave të fushës. Topi gjatë në drejtim të Leonis Ramës. Dhe një Revonjë tjetër ansore. E tani goje mirë dhe më në fund arrin të shënoj skuadra dhe Sarand Arlindi golin e 5 nga ky aksion dhe realizator Besar Zhunici. Këtu tani probleme më shumë për ekipin Bon Gaming, sepse jemi në minutën e 10, ka mbetur 2 minuta gjysmë deri në përfundim të kohës së rregullt të këtij ballafaqimi. Është plus 2 diferenca e përsia e skuadrës së Arlindi dhe pranë topit është Herolin Buçaj disa herë tentoi të shënojë nga distanca dhe kërkoi edhe tani këtë vjen goli shënuar. Realizon skuadra Bon Gaming përmes Visar Mazrekut përsëri në lojë 4-5 në lojë në kërkim të golit të barazimit. Edhe 1 minutë e 40 sekonda. Ka mjaft kohë, të shohim të mundësi. Po Zhunici aty me golin e tij të dytë të një pas njëshëm. Sëria zvetnon shpresat e ekipit Bon Gaming nga një tentim tjetër nga distanca e Herolin Buçajt. Intervenon portieri Gashi, Buçaj edhe njëherë, Bon Buçaj tani dhe ja pras të skuadrës. Sarand Arlindi që të shënoj, por jo, nuk e shfrytzuan këtë. Dhe ja tani, sa largë është nga vija, ansore mi. Ja mundësia për golin e gjarëve. Ermal Zeqiri me golin e tij të parë, por të shtatin për skuadrën Sarand Arlindi. E tani të gjitha shpresat thuajse i kanë humbur, sepse jemi në minutën e fundit të ndeshjes dhe rezultati është 4-7 plus 3. Ja goli në kërkim të golit të 8, mirë po nuk arrin të shënoj Zhunici golin e tretë. 2 gola të rëndësishëm të Besar Zhunicit për të siguruar fitoren, gola të sigurisë. Ja tani Ermal Krasniqi do përton nga krahu i majt, mjaft i lëvizshëm, por nuk ka arritur të bëjë më shumë diçka në këtë ballafaqim me këtë skuadër. Ja tani nga korneri realizon Ermal Krasniqi. Goli i dytë në këtë ndeshje. 5-7 është rezultati. Por nuk ka kohë, shumë pa kohë, do moment pritet vërshëllim magjestarit Avni Ibrahimi për të sinjalizuar përfundimin e ndeshjes. Mirë po, aty kemi edhe një gol të realizuar. Shënuar më duket Visar Mazreku golin e tij të tretë. 6-7.
Dhe ja, nuk ka koma. 6-7, skuadra Restorant Arlindi shënon fitore ndaj skuadrës Bon Gaming dhe ka vazhdon në girën e dytë dhe pas pak jemi me ndeshjen tjetër KF Zërdha FC Shoqënia. Vazhdoni të qëndroni me ne.